Ju lumë, bravo. Hajde shpejt në përvënde. Atëre, mi ndëruare, në fakt është interesant fakti që në Shqipëri diskutohet dhe më vjen mirë që ka filluar një nismë e re. Qa ke? Ka një vizë aty. Ka një vi, ka një kufi. Ka një kufirin ke thana. Ka një nisëm interesante me disë Ministrisë së Arsimit dhe Doganave, që nxënësit e vegjël, fëmijët në përshkolla, të sensibilizohen, të kuptojnë mirë produktin original nga i falso. Sepse, si shtot drejtoresha e përgjithshme e Doganave, zonja Spiropali, ose zonjush, pardon, nuk më kujtohet mirë statusi, që duke njohur që tash ju do bëni ca inspektor të mirë doganash. Të gjithë fëmijët e shkollave do bëhen doganier? Jo. Disa prej tyre, jo të gjithë. Jo disa prej tyre, se nuk mund të bëhet vetëm fëmijët e mësuesve. Absolut. Në qoftë se ajo shkon dhe thot do bëni doganier të mirë, të gjithë e 8 vjeçarja gjithë doganier. Gjithë dogan, bukur fort. Pra, ne qytetar duhet të dallojmë mallin origjinal nga i falso. Edhe mos ta bëjmë. Me të keqen motra, po si ta bëjmë se. E porosis maman time gjithmonë, vetëm me Gucci i them. Bravo. Mos të shoh gjë tjetër përveç si e ka ajo. Si e ka? Louis Vuitton. Bravo. O jore. Ka plaka ime i valixhe Louis Vuitton, 6.000 euro ka bler. A do morë qatë keqet. 6.000 lekë. Tjerë. Pra, ka momentin që i dallojmë në madrat, po duan vetë. Ja për shumë, vajzat kanë veshur një paqizme. Qa marrë janë ato qizme? Janë të blera në mes të Romës. Kuptohet ke pakistanesët. Jo, që ti ndajmë të muhabete. Po këto mallra nga hyn këto mallra? Nga hyn? I hedhin me avion si ndihmat e operacionit anglez? Ke Gratska. Atëherë pyetja ime do të ishte, ore, mirë ne po i njohim. Po si t'ja bëjmë gjysheve dhe gjyshërve... Di si e njeh gjyshja Gucci-n. Bravo. E merr sahatin gjyshin Dhe shkojmë më te. A ka shteti institucione që duhet të mbrojnë konsumatorin? Po sigurisht. Ka institucione të tjera që duhet të ndalojnë këto mallra në treg? A duhet të ketë apo ka? A ka? Që duhet ketë di. A ka, s'di gjë. Okej, nije pak drejtoreshën. Kemi bërë një projekt i cili nuk është i zakonshëm. Nuk është nga ato projektet që ne bëjmë vazhdimisht. Lufta kundër kontrabandës, mbledhja e të ardhurave që janë detyra funksionale të administratës doganore. Dhe sa më i ri ti jesh kur i mëson, aq më e lehtë është. Ti more bir, nuk ma qkoqit e mira tallin tim. Nuk e di more vesh apo jo. Po unë dua t'ju them vetëm një gjë, që nëse ju mësoni t'i dalloni tani dhe nuk është e lehtë, ju do jeni inspektor më të mirë doganës se sa çdo doganier që aktualisht punon punë. Se po i t'i mësoni që të vegjël, nuk ka njeri që ju a hedh dhe nuk ka njeri që ju shet një mall i cili nuk është origjinali. S'keni që thoni, gjerdanet të mrekullueshme. Po, sa do t'i shkonte një nga këta agathis tuaj. A thua? Ky kuqi me fustan të bardh, krye vepër. Qerrataj madhje, ke shiet holzami. Kështu thonë të gjitha shitset për mua. Bukur, një nisëm interesante, a? Me leje. Qeke, urdhë qeke, fol. Ai mikrofoni që kishte ajo zonjusha, zonja, nuk ja dim statusin. Çfarë marke ishte, se jam shumë kurioz. Mu duk si kështu, si mikrofon iPhone. Ishte i bardh. I bardh Gingato. Ishte kështu i bardh me ca... Sa i bukur. Beyoncé ka një mikrofon o që. Po këto, pse nuk lëshohen në përtregjes? E man me që dini nëna shistin hurma? Sa ullë të arkën, e përlatë e polici bashkis. Se nuk dali për këto tregje. Kush dali bërë? Kush dali bërë? Këto mo, inspektorët. Ja. Aty ku shitet hurma. O ti zotri dashur, një sekundë se pas e kuptu fare. Nisma e re që po bëhet tani është që ne vetë duhet dallim mallat falso. Pra, në treg ka mallra falso. Duhet jemi ne që themi s'ke turp maskara. Merre këtë mall dhe fute në shtëpi. Vetë qytetari, nëna që ka pension të shkojë aty nuk do ta marr këto atletet Adidas 500.000 lekë, do t'i marr 450.000 lekë. Bravo. Se më del pensioni për këtë gjë. Pra, do marr mallin origjinal. Pra, haroje këtë mbrojtjen e konsumatorit, inspektorët e bashkive, inspektorët e tatimeve, këto QKR-ra këto. Nuk kanë punë këto me mallrat këto. Jemi ne. Pra, ne. Ne kokrat dhe... Më falë, si punë. Ta bëjmë edhe kështu si Bostani, me provë. Atletet me provë. Tredi vajzat. Fronza.